çfarë do t'i thoshte zoti Kurti një votuesit që mund ta pyet, ku do që mund të shkon sot në Kosovë? Ndëgjoj. Pse u prish me zonin Osmani sipas jush? Ende nuk e kemi ndëgjuar. Përgjigjen ende. Ende nuk e kemi ndëgjuar, pra po thami kemi 3 lloj interpretime. Kemi prej interpretimeve procedurale, do të thotë që nuk i patëm votat. Sepse s'kemi pas garancione nga lidhja demokratike e Kosovës. Interpretimeve që nuk dëshirojmë ta mbështetim opozitën për muri, ka pasur edhe kësaj erdhëm në atë situatë ku mbështetja e ngajlohet për po opozitën. mbështetja për Vjosa Osmanin mbështetja për Vjosa Osmanin mund të shndrohet në persekutim të opozitës, do të erdhëm në edhe këtë situatë politike dhe deri tek këto nëse zoti Kurti vetë personalisht ende nuk ka folur, por atë që nga altroparlantët e tij po transmetohet në opinionin publik, sikur rastin jo që e përmendet që investimin kryesor të kësaj qeverie sipas këndvështrimit të saj, që i ka krijuar jo pak përfitime elektorale lëvizjes vetvendosje, ajo e ka quajtur bigjoz politik. Do të kam thënë edhe këtu, do thotë edhe deklarimi i saj publik, edhe nisë të thënë deklarimi i saj publik që ka ndikuar t'i shpëtoj politikisht, nëse s'ka përmendur emra, por që ka ndikuar që t'i shpëtoj karrierën politike disa individëve, është diçka e cila nuk ka përdihet let nga Albin Kurti.